Unë jam pjesë e Këshillit të Ambasadorëve Shqiptar, të asaj shoqate që ju përmendët. Është një organizatë jo fitimprurse, por që ka një përvojë shumë të çmuar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe veçanërisht në diplomaci. Ndaj dhe ne jemi angazhuar që ligji që sapo kaloi aktualisht për shërbimin e jashtëm të ishte një ligj që do t'i shërbente karrierës diplomatike, por fatkeqësisht ky ligj nuk i përmbush këto standarde dhe ndaj dhe Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar ka reaguar me fuqi në këtë drejtim dhe duke qenë se ky ligj kaloi stadin e parlamentit aktualisht dhe është në presidencë për të dekretuar, ne përsëri i kemi bërë thirrje edhe Presidentit të Republikës të mos e dekretojë, jo se diplomacia shqiptare nuk ka nevojë për ligj. Diplomacia shqiptare ka nevojë urgjente për një ligj, por që mbron diplomacinë e karrierës, pavarësisht se shtuhen në deklarata publike nga politika. Edhe diplomacia e karrierës është goditur në vitin 2015 me ligjin ekzistues aktualisht, por ky ligj i ri që u kalua në parlament i jep një goditje përfundimtare, shkatërruese diplomacisë karrierës në mënyrë që ajo të zëvendësohet nga diplomacia e rrugës. Dihet që diplomacia është profesion, është një art që kërkon dhe ai maturimin e vet, pra kërkon, si thosh, shkollimin e vet, kalimin nëpër fazat e përsosjes së vet të profesionalizmit dhe ndaj ai nuk duhet zhbër, por përkundërzi duhet ndihmuar që diplomacia e karrierës të ai gjej veten e saj në zhvillimet të politikës jashtme të vendit. Nëse ky ligj do të dekretohet, Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar do ta ankimojë këtë në gjykatë kushtetuese në mënyrë që diplomacia shqiptare në përgjithësi dhe politika e jashtme në veçanti të mos dëmtohen nga njerëz që nuk e njohin diplomacinë shqiptare.